Mes fushori Shqipërisë Ylber Ramadani duroi fitoren ndeshjes pa një Eurogoli kundër Torinos. Pas përfundimit të sfidës, trajneri Marco Giampaolo foli pikërisht për këtë triumf dhe marrëdhënien e tij me futbollistin e kombëtares shqiptare. Nuk kishim alternativë tjetër përveç fitores. Duhet të fitonin për të krijuar një mundësi tjetër dhe kjo është ajo që ndodhi. Nuk ishte një ndeshje e lehtë për sa i përket burimeve nervoze, filluan paksa të tensionuar. Nuk mund të mendosh të zgjidhësh këtë ndeshje pas 2 minutash. Duhet ta ndërtosh fitoren përmes supozimeve në 95 minuta. Një gol i shkëlqyer nga Ramadani dhe më pas skuadra u lidh me rezultatin. Unë dhe Ramadani kemi një lloj marrëdhënieje të caktuar. Nuk e kam lënë gjithmonë të luaj. Ndonjëherë madje kemi të batuar, por gjithmonë me shumë besnikëri. Kur e njeh besnikërinë e ndërsjell edhe në të pate, ka respekt. E di që Ramadani ka temperament, gjithmonë e kam ditur. Nuk është numri i paraqitjeve që ka rëndësi, por cilësia me të cilën luan. I kërkova Ramadani të rriste nivelin karizmatik të ekipit dhe ai ishte i mirë në këtë gjë, deklaroi trajneri pas ndeshjes.